Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, kthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ka ndodhur brenda Partisë Socialiste. Duket se tashmë ka një rebelim brenda së majtës shqiptare, aty ku mendoi se pushteti i kishte çuar punë të vaj. Elisa Spiropali ka qenë e para e cila ka folur me gjuhë kodifikuese, më pas kryeministri Rama ka pasur dhe ka shprehur dhe mllefin e tij ndaj zonës Spiropali, duke i thënë pusho dhe derisa atje mund ti nuk do të flasësh më. I është rikthyer Damian Gjiknurit kur i ka thënë mos përgjigj se e ke zakon dhe gjithashtu dhe ish ministrit Hoxha, të cilin e ka akuzuar për biseda komisariatesh apo biseda kafenesh, duke lidhur me ish funksionin që ai ka pasur. Po si mos mjafton dhe gjithë kjo situatë, Erion Braçe është vetë ofruar për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës. Në anën tjetër ka bërë një kërkesë për marrjen e rezultateve të tij, që në momentin kur ai ka hyrë në politikë deri më sot në zonat ku ai ka kandiduar. A është kjo një rebelim kundrejt Edi Ramës, a është kjo një rebelim kundrejt Belinda Ballukut? Dhe çfarë po ndodh brenda Partisë Socialiste? Duket sikur zërat tashmë edhe pse në miniatur duket se po fillojnë të flasin. Apo ngrihet, apo ka një kryengritje brenda Partisë Socialiste, apo thjesht janë zëra të cilët ne do të mundohemi në fakt të analizojmë së bashku me avokatin Romeo Kara. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Avokat, kënaqësi që ju kam në studio. Kënaqësi është e ime. Do doja ta nisi me njëherë, avokat, me si e pe gjithë këtë zhvillim, gjithë këtë analizë të ngjarjeve brenda Partisë Socialiste, duket sikur tashmë Edi Ramën e ka lënë dhe nervat se nuk i takon një kryeministri të flasë me gjuhë që ti mbylle kur ja mund, ti mos përgjigj, a thua se janë në një lloj intrigash dhe kurthesh edhe jo në një mbledhje qeverie. Pa dashje, ke thoni të vërtet se unë mendoj që intrigat nuk janë ndarë një politikës shqiptare dhe fakti që kjo politik nuk mbështetet dhe nuk funksionon mbi parime, por mbi pazarin politik, jemi në pikën që gjithmonë politika ka lëkundje kur trashë zullumi. Kemi thënë, litari këputët duke u olluar, zullumi duke u trashur. Dhe unë mendoj që kjo politikë tërsi e ka mbushur me kohë kupën, por u desh një përballje, që për mua nuk është një përballje e fortë, ashtu siç duhet jetë, me drejtësinë, që të shkundet i gjithë ai uniteti i rrem dhe disiplina e rrem që kishin instaluar brenda PS-s dhe të dalin ata personat të cilët duan të përfitojnë nga kjo përballje, disa të tjerë nuk duan të mbyten me anijen që mund të mbytet, që her pas here duket si u të shkojë drejtim të katastrofës. Dhe disa të tjerë të lajnë tregojnë që kanë pasur pakënaqësira dhe erdhi koha të lajmë sapet. Pra, në mungesë të meritokracisë dhe të instalimit të saj, ne nuk kemi arritur të shohim një bashkëjetesë mbi bazë vlerash, si te kjo parti, po dhe këtë tjerët, nuk besoj se kemi një parti që funksionon si parti e vërtet demokratike, dhe shpresojmë të eci përpara në demokraci me formacione klanore, që kanë vetëm interesa ekonomike apo të tjera me një tjetrin, po as pak interesat të qarta europiane politike dhe që punojnë për vendin. E shikon të mundshme një rebelim ose një bashkim të Spiropalit, Braçës, Damian Gjiknurit? Ti the një lloj kryengritje. Gjithmonë kryengritjet kanë një motiv. Pra kanë dhe një moral. Po të kishe pasur një moral në një minimum caktuar që mund ta bëni kryengritjen, do kishte ndodhur. Thjesht njerëzit atje janë të gatshëm të rinë të eshtur, të mbyllin gojën, të kthehen në zombi, vetëm për të marrë
përfitimet në kohën që partia është pushtet. Dhe pikërisht instalimi këtij motivi, që njerëzit kanë hyrë në politikë vetëm për interesa personale, familjare, klanore, fisnore, nuk ka rëndësi, ka bërë që Shqipëria po përjeton atë që quhet soft genocid, që deri tani nuk është parashikuar nga kodet ndryshme ligjore, kombëtare apo ndërkombëtare, po që për nga pasojat që ka sjell, unë do të thoja ja vlen të studiohet e drejta, të zhvillohet e drejta ndërkombëtare, dhe siç ka pasur kallëzime për Mobutu Sese Seko dhe disa diktatorë tjerë, duhet të ketë dhe për këta persona që kanë... Në këtë nivel janë në Romeo? Tani po flas me përgjegjësi, tjetër punë që njerëzit kanë humbur dhe guximin të mendojnë pasaj dhe jo më të flasin. Unë mendoj që në një politikë të ardhme, ne duhet të nxjerrim mësime nga momentet e vështira. Unë po flas për nesër, për perspektivën. Nëse ne do të mbijetojmë këtij kurthi politik, ku është Shqipëria, ku dhe shtresa e mesme po ikën, ku ka vetëm disa oligark, ka disa banda të fuqishme, përballë cilës shteti është bërë këtë anemik i pa motivuar për të reaguar, me një pseudo drejtësi që përballë cilës skërmisin dhëmbët të gjithë politikanët me radhë, kur ju vjen puna që të paraqiten para drejtësisë, ku shohim që nga aferat të ndryshme dënohen 1, 2, 3 dhe jo i gjithë grupi që ne dim që ka marrë pjesë. Pra, drejtësia edhe tani që ne presim me shumë shpresë, po ecën me drejtimin e ngushtuar, ose në raste të veçanta dhe të deformuar. Por nuk jam më ai që ka pas atë shpresën e madhe që këta duhet përballen. Kjo është luftë. Nëse prokurori dhe gjykatësi e shohin thjesht si profesion, ka gabuar. Në Shqipëri, ky mision është luftë. Edhe të jesh politikan dhe të jesh i ndershëm, Shqipëri është mision. Në Shqipëri të jesh i ndershëm është mision. Të jesh i ndershëm Shqipëri është mision. Ka që pamundur është bërë. Po ti marrësh me radhë, gjithë tani nuk kam asnjë pikë boje të bardhë që mund të flas, që them këtu nuk është dhe kaq, vetëm të them se është dhe kaq e zezë. Po që të shoh diçka të hajrit, për të thënë që ne kemi bërë diçka të hajrit, ja. Ne kemi fjalë të urta shumë të mençura si popull, dhe ka qenë një nga diskutimet që kam bërë edhe me shqiptarë dhe me të huaj. Shpresoj që ky popull që ka pasur një filozofi, derisa ka nxjerrë të fjalë të urta, pra ka pas një qytetërim, ka pas një ndërgjegje, ka pas një mendim të pjekur, pra një filozofi popullore reale, ky popull nuk mund s'ka pse të gjendet kaq keq në këto momente që nuk janë dhe kaq veçanta. Pse kanë dalë 2 rrypa tani që mundohen të më fal që po prish fjalorin tu. Një në pushtet dhe një në opozit, edhe e të reqin këtë milet mbas njëri tjetrit, mbas qerës tyre dhe mbas interesave tyre thellësisht private, po dhe kriminale. Tani ky popull ne kemi atë fjalën e urtë. Mos ma zi rrugun për sa kohë jam në drejtën time, ose në drejtën e Zotit. Njeriu është shërbëltyri i Zotit dhe e thotë me një lloj, ai njeri që është i ndershëm edhe që ka burni dhe patriotizëm, jam drejt time vëlla, jam drejt Zotit, mos ma zi rrugën, mos më mbien qafë. Është vërtet. Po tani ka kohë që kjo drejta e Zotit është zëvendësuar nga drejta e këtyre. Këta po i bëjnë këshillik dhe Zotit, domethënë. Po se këta janë shejtanër, po çfarë kusuri kam unë të më imponosh ti që unë mos jetoj në drejt Zotit. Prandaj drejta është shumë e thellë, bazohet e gjithë thelbi i saj, bazohet tek hyjnoria. Po të paktën bazohemi tek drejta natyrore. Ne jemi qenie njerëzore si këta rrypat. Kemi ardhur në jetë si këta rrypat, do ikim nga kjo jetë si këta rrypat, që na janë hynizuar para syve tanë. Inshallah marrin një dënim nga Zoti i shteti i jeta, ku ta di unë. A Haga, edhe të marrin një mësim deri në palc, kur i thonë, ne jemi në drejtën tonë dhe kemi disa drejta
universale të pranuara nga njerëzimi, që në 47-ën, nga UKB-ja. Pra, asnjë qeveri që i prek këto drejta smutit të pranueshme. Po dhe bota ka bërë sytë qorre veshët shurë, domethënë. Që pranon, thot për Shqipërinë që ka suksese Shqipëria, në teori, po në praktik, në realitet, njerëzit hikin. Po kush hikin nga suksesi? Ka gomare ti të popullë? Dhe ishe e frikshme ajo ideja që ishte ai gazetari, ish gazetari The Sun, që po zbrazet me vedi e vëndi për që një oligarki kriminale, se më kriminale s'ka ku shkojnë, edhe disa shërbëtor të tjerë, pa ta lëmë për këta, dhe se kush në pasur të. Fatkesisht, ne kemi një stres pasur, e cila në 99% është zhytur në krim. 99%. Pa tjetër, letë klasi kush doj. Edhe nëse nuk kanë bërë, po kanë bërë intriga, me tendra, kanë futur duart, s'kanë deklaruar taksat, janë marrë me trafiqe. Pasi pasuriet madhe fshihet një krim. Thoshte Do thoja një qelbanik i madh. Se tani nuk e dua, edhe mbas edhe duhet i marrim çik. Balzaku e ka pasur, se po kujtoja kush e ka pasur, shpje ka pas Balzaku që thoshte që... Po ai dhe i goje e kanë perceptuar mirë shoqërinë atëshme, dhe shoqëria e kalbizuar atëshme është pikërisht sot këtu, përse ne jemi etapa mbrapa. Fak, Romeo, çfarë pra nuk shoh një luftë tani për interesat të ngushta, se këta po që se ishin kaq se pretendohet që këta për hir të Shqipërisë dhe dinjitetit njerëzor u bashkuar me njëri tjetrin që të fitojë një mirë, i bashkonte e mira. Ta u bën veglat përshtira që heshtën kaq vite, ku shkall u bë sundimtar edhe u inizua prisi tyre Rama i parë, edhe tani kërkojnë edhe të bëjnë dhe kashillik. Tani që e le Ramën deri këtu, e prandaj e them me ironi unë, e thriti kërkoj së në beon, po takoj Hamzajin. Takoj Hamza, fiks. Tani, ky është turpi. E ka fajin Rama tani, se Rama s'ka ndryshuar. Rama s'ka ndryshuar, e vërtet është. Rama nuk ka ndryshuar. Loja jote, nuk i pëlqen më Ramës, edhe ka të drejtë Rama, unë kam qenë sërdërbe për ty, për sa kohë ti ki qenë bashkëlojës time. Ti thua, ti më lëvdoje shpatën dhe tani s'pëlqen shpata i thënë kësaj pune. U kështu që mendoj që nuk ka këtu që të themi forcat të reja, që do të bëjnë katarsis si në PS-s. Jo, kjo PS e humbi betejën e saj për dignitet. Ka fituar betejën për pushtet, po ka humbur betejën për dignitet. Ata që heshtën janë bashkëfajtor njësoj, që janë dikush i PS me këta tjerë, dhe po t'i shosh, i kanë reguluar mirë punët e tyre, nërse para 10 viteve, 12 viteve në shinin me një lloj shiltërsie dhe simpatie, dallohet sytë të tyre që janë krimbur në para, janë zhytur në fekale, deri në fyt, dhe është e kotë, i dallon këta, se s'është e vështirë si dallosh, profesionist tani, edhe llapaqenohen sa kohë që janë jashtë skemave të pushtetit, por që për mua, domethënë, nuk ka nevojë për fare për vullnetin e tyre. Pra, ju mendoni që Braçi Spiropali nuk do arrin asgjë? Por mos më përmend asnjë emër se nuk simpatizojmë asnjë. Nuk duhet të flas më për asnjë për tyre mirë. As edhe 1 gram. Edhe për Braçi po flisja, as për ato nuk flas më. Domethënë, arsyeja është se janë atje dhe atje mundet të tregonin ka momente që edhe me heshtje, por nuk është tërkohën signifikative e heshtja. Ka dhe i moment që mund të jetë një heshtje dinjitoze, po aty ka pas nevojë për të folë. Ne kemi folë pa fund. Për çfarë kemi folë? Këta janë rast tjetër dhe ne jemi rast tjetër. Unë kam menduar se këta janë shqiptarët e mi, njerëz e mi. Nuk kam parë ngjyrën politike. Kam thonë do ka një fije ndërgjegjit e këta. Po të mos lesh kusur, e të kalosh nga fushata në fushat me të njëjtat dokra, edhe duke na tundur saliun para syve, kjo nuk mund të vazhdoj përjetësisht. Dhe fund fare të bësh, aq më tepër e turpshme, të bësh dhe pazare me saliun si në shesh, ashtu dhe pas shpine. Se miratimi kodit zgjedhor, dhënia e vulës saliut,
dhe që po shohim që ka e kurdisur edhe çdo gjë e kurdisur do të thonë. edhe një ditë bukur i pam dhe si për kokës gjithë biznesmenat e familjes Saliut, që na bëjnë dhe kashillik, thanë gëjni sallat ju, se ja ku jemi ne, që të çemrojmë ty dhe të emrojmë si për kokës tënde 100 tjerë si për kokës tënde. Unë e mendoj veten si një qytetar tërësisht në persekutim, si një pjesë e madhe këtij populli, por në mënyrë të veçantë se kam mbajtur një raport konsekuent me të vërtetën, kam mbrojtur parimet e mia, jam munduar të jem të paktën 1% besimtar, prandaj kam thënë gjithmonë 1% besimtar, 1% shqiptar e 1% njeri. Dhe me atë 1% që mund të kem ruajtur, unë e shoh veten shumë larg këtyre, kuptimin e vlerave, dhe të lodh gojën unë të përmend emra të tillë, asnjëri të gjithë shumëzohen me zero. Mjaftojnë që kanë qenë të sunduar në atë mënyrë në atë parti, me aq pislëqje se kanë arritur këta. Se këtu puseta kur të hapet për tje, mos më interesoj më tani, a e beson populli apo se beson më. Unë di aq shumë sa ata kanë fituar me plot merit nevojite më të madhe tek unë tek tjerë si punëjimet që jemi të mirë formuar. Dhe aq më tepër që kur nuk ka pasur meritokraci në atë parti, u prish meritokracia, edhe demokraci që liberale që e instaloi dhe trashëgoi Nano, nuk kanë drejt të flasin, të durojnë tani Ramën deri në fund. Ta durojnë deri në fund se e meritojnë. Romeo, duket sikur Rama tashmë është i plot fuqishëm, po në anën tjetër fakti që ngriti 82 kartona kundër SPAK-ut, fakti që reaguan një sër ambasadash. Si e shikon Rama sot në qëndrimin ndaj SPAK-ut dhe çfarë pritet ndodh, sepse ne dim mjaft mirë që një prej hallkave kryesore të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është krye fjala SPAK. Jo, m'fal, po të bashkojmë integrim, po me këtë lloj jetese, cilësi jetese, çfarë do fitojmë? U lodha 40 vjet unë për të tallë Rama me Berishën tani. Unë thash Shqipërinë si gjithë Europa për të bërë si gjithë Europa. Pse Rama na çon në Europë, po mos na çoj kurrë. Se s'na ka çuar në Europë. Çon SPAK-u pa i po ngre kartonat kundër SPAK-ut. Po fare po. Ore SPAK-u ase për krama SPAK-un ja. SPAK-u të marrë Ramën pandeur. Po ta flasim kështu. SPAK të marrë Ramën pandeur. Po ti po do ta bësh krye titull, nuk ka rëndësi kjo. Ma dëgjoj çapo them unë. Nëse Rama i merr 82 kartona për kundra SPAK-ut, ka një motiv. T'ja gjen motivin e të marrë Ramën pandeur. Po se kanë ndërmend. Ka 3 muaj e ka mbyllur ky i riu SPAK-un. Po çfarë duhet SPAK-un? Po pozitetin e madh që u zgjodhe ti, që u kërcënove ti, po kërcënohen gjithë sot. Apo tjerë kush u kërcënon? A ke mendere ta bësh të punë dhe vullnet dhe aftësi apo jo? E shikon që ka mendere apo jo? Po s'po shoh. S'po shikon. Ke një gjysht metës, unë e çoj vetë 7, edhe kanë marrë vetëm metër për korupcion. Po Ismaile ku është? Nuk patën ka që mendere këta ti komunikonin akuzën e korupcionit. Se ti e kryesori aty. Ore, po le qa jam. Ismaile ku është? Qa kishin? Kishin porosi vetëm për fut metën burg. Ismailaj, personi që është prestanomi i metës. Ku është më? Pise komunikuan akuzën burg? 2022-23 i thonin, zotri i dënuar për vjedhjen nëpërmjet mashtrimit, tani po të prezantojmë dhe akuzën tjetër për korupcion. E lanë tiki, po asë nuk e kanë shkruetur. Po Sali Berisha, që u luritin 2015, je koke qelbu koke krimit ke bërë korupcion. Për këtë, ndërkohë që i kishin në kryeministër tin. Ku është? Po Bujar e Pravishta, kryetari i erës, i cili patjetër ka pasur dieni si e kanë miratuar atë vendim 7 dhjetori 2010 në dëm të shtetit shqiptar me 30-35 milion euro në vit. 35 milion euro në vit. Po 2 vjet i thon 70, po 3 vjet i thon 100. Sa ka vazhduar ai efekt? Unë mendoj që ka kapi 100, edhe më tepër. Po edhe 70 jetë ajo prap dëm i madh është.
Pra, unë mendoj që po pala qeke. Berisha i tha në parlament, në fund të vitit 2015, kur u bashkuan dy skandale. Skandali Tom Doshit, që Meta kërcënoi, edhe skandali i Dias, që u hap, edhe kur i tha ti e kokë i qelë për kokë e krimit, dhe i tha nuk e jap më dorëheqjen 2 herë për Shkëllxenin. Berisha u shpreh qartë që ti ke vajtur vizitë zyrtare në Prag, vizitë jo zyrtare në Prag, pa lejen e qeverisë. Pra ke vajtur për korupsionin, tha. Po, që ka qenë një ambasador i përfshirë mos gabojnë atë kohë, që i kishte pritur. Ai ambasadori është aksidentuar atje, dhe sot nuk jeton më. Nuk jeton, ja, ke drejtë. Dhe ambasador tjetër çek, që flet shumë i shqipen, ka takuar mua për orë tëra 2018, e unë s'kam pranuar të riqem, pra unë t'i mbroj këto parime, dhe ishte një kartë shumë e mirë, për t'i thënë Europës, juve kërkojnë të luftojmë korupcionin, po, ja një në ndihmoni dhe ju të luftojmë korupcionin, pa të pjesë që është imponuar nga ju. Pse se bëjnë të punë? Tani u sakrifikoj jetën time, të familjes time, pra bën 9 vjetë në tetor, kur unë kam bërë të kallëzim, po që është punuar për të kallëzim, muaj përpara. Pra shëdhon gati 10 vjetë. Edhe të tjera, të sakrifikoj unë një jetë të tërë, vetëm për dënu Metën, po jo ma të janë shumë. Pse du t'i di unë ca gjëra dhe mos i din këta? Kush çonte të drejtuese LSI-s në shtëpi 5.000 euro muaj nga Vodafone? Pse du t'i di unë dhe që nuk i din këta? Pra nuk funksionon kështu. Ne duam një drejtësi e cila të marrë përpara çdo gjë. Po kështu, me pikatore, atëherë, kush e kontrollon pikatorën? Se ajo duhet të jetë një drejtësi sovrane, vetëvepruese. Kush e kontrollon pikatorën? Që Berisha nxjerrin nga shtëpia dhe i japin dhe partinë, që të rria shtëpia, të ri lirë, edhe vullën e gjithë. Këto e kanë çuar burg, po e morën partinë, gjysmën e mori njëri, gjysmën tjetri. Të Delexhiun. Tani unë mendoj që nuk ka arsye për të gëzuar edhe për të qenë kaq optimist. Do jesh personazh të librat e tij? Si mendon? Se ai po shkruan 3 libra, gjithë në burg shkruajnë nga një libër. Unë kam fantazi shfrenuar për të tallë me atë. Po dakor, ma po duhet të pyesun tani ju s'të lini as të pyesësh tani. Ai të shkruaj çfarë. Ore, po ai u ftojmë që të flisnin ndaj fjalë apo na orientonin më burg, se s'po ju marrin vesh. Jo, ju ftojmë na t'ju pyesim. Po ju pyet, po na lini më t'ju pyesim. Të lënë ça Bela, pun, Bela, ta të gjithë njësoj nuk lën liria e fjalës së shenjtë në këtë studio njerë. Tani, o ty të rënd dam aty me gjithë stundën tënde, po ti ç'a mendon ti se kam gati përgjigjen për atë? Pse, po pse më kështu do shkojë bë libra ai, bë libër ti? Jo, s'bë libra. Ti do thjesht një përgjigje. Ja, unë jam më i thellë se ai, unë do ta lej. Okej, thjesht kam kurreshje. Po nëse përgjigjja ime kurreshje edhe profesionale në funditës ose edhe mbase mund të redaktoj, se tani duke qenë se jemi kërkim pune mund të redaktojmë libra të gjitha. Ton, po kështu që është e kuptueshme kjo. Nëse ai për shembull kot do bëj këtë, unë fare mirë, edhe pse jam fakir fukara, do prodhoj letra higjienike. Edhe do t'i vetë gjithë tatë politikës atje në rjesht, si portret. Po tjetë për imagjinat, i te kaloj këta gjithë bashkë. Dhe aty s'ke që redakton t'i fare. Tani, s'del asgjë aty ke drejt aty. Romeo. Të ti mendon ti. Unë e dhash e zgjedhin tash, si dali dhe kjo dhe ata që kanë në burg, dali nga burgu. A dolën gratë e tyre me qërë Shazan, gjeni ta Shazan, Allah. Pra të vetëmi fenomen që këta mund shpëtojnë është që këta të ngelin Shtatzan, thoni. Po të lemë, se ne në kalën Shtatzan, çdo kuptim shu. Të ngelin këta tani, ka rralla. Pra e vetëmja mundësi që këta të shpëtojnë nga spaku, këto kohë është që të marrin detyra që s'u takojnë. Sa që Sharak janë bërë, s'është problem, le ta bëjnë këtë rol. Ne nuk do qesh më shumë sa kemi qesh, nuk do i tallë më shumë sa kemi tallë.
Romeo, që se qa shkruan e librin e ti, unë ka rëndësi, po pse, pak në kanë ofenduar trimat e pazarit, të dy partive si të mos, se s'po i quj këta të metës. Edhe pasaj kur mundohen të takojnë, mundohen të përshëndesin dhe të në respektojnë pasaj. Kështu që unë mendoj që nuk ka nga libri ti, libri reali ti janë ato veprat e ti që ka bërë ai, ato që ka vjedh dhe i mohon, po që ne i dim, edhe e ka thoni moshmi, të gjithë do ulen në gostin e konsekuencave të tyre. Edhe PS-ja ullë të e gostia vetë, është gostia parë, do fillet të rëndohet, besoj. Se kur fillon të fusi uja një, do ikin mijë, do ketë kryengritje, po që jo më atë motivin që them unë, kurse ky zotëria ta hapi thesin edhe të filloj. Tani besoj do godasi një deputet nga LSI-ja që ka shku PS-ja, si shgoditi grunë e tije, që do thot për grunë e tije, për ish grunë e tije. do godasi... Për që do thot për ish bashkëpunëtorët e tij që i kishte aty dhe i akuzon gjithë. Se këti e kanë fajin gjithë tjerë. Pra të Shkodrës apo do të një tjetër? Po, mund tjetë dhe i. Se po bën një llogari domethënë. Çfarë do thonë që gjithë bashkëpunëtorët e tij i ikën. Këti e kanë fajin gjithë tjerë. Macbethian e gjithë tragjedia politike. Macbethi s'kishte lidhje me Çeparin tani. Po mirë me ta them, po këta vetëm i trika bëngan, më burin trika, ziu me gratë, ziu me burrat, ziu me... Duhet me fut me luk pusësh në kallupin e metës Macbethin. Për aq sa është, domethënë, është boll i ligë, është i lezetshëm aty, ka i roli vet. Edhe do bëj libër meta tani, çfarë them. Megjithatë mendimin e Fariballiu mund ta bëj librin. Mund të ketë një libër me ndihmën e Fariballiut. Po, dhe të dy bashkë, po t'i vesh dhe fytyrën e dyve, njëri ka pak para tjetri mbrapa, është perfekt. Pra, domethënë duhet pa në fakt, unë mendoj që do ketë interes, pra kishte interes për Kurbanin. Fakt, Romeo, mendoj që Rama do të bëjë një Kurban 2, se i ka bërë ca bashkëpunëtor, ca tani po bën përsëri Kurban. Besoj do bëj atë vetë kurbanizimin tani. Po ç'fitar sa më. Mirë, ma po pyetje kulturore, që me interesohen, po që të pyes unë tani më burë. Ti mund? Shiko, unë kur jam ullë të kam përmend atë që nuk fletej Adem Sheu, eroj nga të pak të eroj gjallë që ka vlera Sara Mushi bëva kita më tepër, për luftën që ka bërë në kufirin Kosovë-Serbi, që nuk flet. Çfarë do të nxjerrë ky njeri? Se vërtet ai për të flasin tjerët. Por duke parë çfarë talli ka bërë Rama këtu, libër të tij, nuk e lexoj dot domethënë. Po bëri një libër, ai bëri një libër që ishte me fjalimet e tij që kishte bërë për Ramazan. Si për Ramazan? Po kishte bajt sa fjalime ai për në momentin kur komuniteti musliman ban muajin e madhërisëm të Ramazanit, dhe ai kishte bërë një libër dhe i kishte dhënë dhe portret Zotit që të patën aq sa kam unë informacion, mos do të tregoj që dhe emri Ramazan vjen nga Rama? Tani nuk e di unë, mbase edhe do ta bëje. Edhe bëri përshtypje, nuk e kam lexuar atë libër se s'përbënte ndonjë interes kuptimi fjalimet e Ramës, por e mori një protagonizëm me njerë. Madje mu duk si xhelozi që do të kopjonte Blushin që shkruan për çështje të caktuara. Rama mos kopjoj fare atë. Rama për mua duhet të shohë, mund të jetë një kryevepër botërore, po të bëj një libër në kuadrin e zhanrit të Marapucës, që ka bërë Sicilianin, Kumbarin dhe Kumbarin e fundit. Janë disa libra, unë kam lexuar 5-6 nga ai. Është dhe Family, që është një libër tjetër lloji. Të bëj, domethënë, e njeh mirë intrigën, edhe të shpreh gjithë talentin, se ka bërë një overtur intrige, domethënë, po ta marrim nga ana muzikore. Ka bërë një kryevepër intrigë ashtu në Shqipëri, lumë megjithatë ai ka ditë se si ka dirigjuar, ka marrë domethënë. Edhe besoj që do të dali diçka kështu që për te thrillerit kur ta lexojmë. Atë po, atë mund ta bëj. Për tjera gjëra domethënë, ose ai të bëhet libër edhe kush ta lexoj thotë si rrugët se si nuk bëhet shteti, po të ndikni janë këto.
Romeo, në gjithë të zhvillime, ditën e sotme do të prek një prej ngjarjeve që ka ndodhur. Në Partinë Demokratike ka pasur një përplasje midis degëve, është tentuar që Sali Berisha të ulet dhe të qetësoj, kam pakënaqësi ndaj Flamur Nogës. Në anën tjetër Sali Berisha vazhdon me përjashtimet. Si ke parë gjithë këto zhvillime, çfarë po ndodh realisht brenda PD-s? Organizimi i partive nga lart poshtë si klan ka marrë fund. Ne pam që zotëria doli në mitingje dhe thamë shqyqyr që opozitarë po qohen dhe të solidarizohen me njëri tjetrin. Fakti që sistemi vlerave në PD është kokë poshtë dhe del para shqiptarëve me alternativën në krah Flamur Nogër dhe Albana Vokshin, edhe me veten e tij. Për mua e ka mbyllur, pavarësisht problemit që ka me drejtësinë, po të regojmë i përmbajtur, e ka mbyllur misionet ti me kohë. Të tjerë duken se jemi mësuar, tha, po i kthejmë ati edukimit të hershëm. Thoshe Lenini për kapitalizmin, është si Misha i qelbur, tha që dhe rrët skosur, po që jemi mësuar dhe ngurrojmë ta heqim. Tani nuk e di unë çfarë pre PD-ja, po si duket nuk ka PD, dhe atje është si që PS-ja zgjatimi i Ramës edhe PD-ja zgjatimi i Berishës. Kur të bëhet PD-ja, pra nuk ka heqë dhe interesin për të parë tani si do shkojnë protestat. Po këto doja, unë e di që ti s'ke qef të merresh me emrat, po faktin që duan t'ja hedhin fajin Flamur Nogës dhe tentojnë që të përdorin narrativin që Berisha nuk di gjë. Të duket si friksim politik dhe si mungesë kurajoje? Të dy kanë veshët kështu, si Rama si Berisha për informacione, vdesin për të. Kështu që ka pas këshilltar Berisha që presidents që i tregonte edhe çfarë thuajnë gazeta, por edhe çfarë thuajnë për korridore. Kështu që nuk ka mundësi të ndodhi diçka brenda PD-s, mos ta di Berisha apo fëmijët e tij, të cilët janë de facto në krye të PD-s. Nuk ka justifikim, ju duhet noka, mund t'jenë dhe penke noka njëkohësisht, por ju duhet noka, ka i nivel kanë rënë. Prandaj do vi fundi i ditë. Se ky është degradimi normal që i vjen një force politike apo një brezi politik. Dhe sa ka rënë kjo niveli, kam thonë, nul mokës, Garën brenda. Gjithmonë doja të kishe një qasje ndryshe në proteste. E ke pasur gjithmonë ti. Por tani nuk na lanë. Unë të thoja që mos shpreso kot, s'më besove, nuk më dëgjove, the i ri ky gabon, po unë të thoja, të fliste. Edhe pse s'ka moshën tënde, një zë eksperiencë më tha mos Romeo të thoja. Ti nuk më dëgjoje. Jo, të ka ardhur dita për ironi vazhdo tani, se të dita. Nuk më dëgjove, unë të thoja që ore nuk ndryshojnë këta. Si në mëngjes edhe në darkë janë njësoj. Por s'ka gjë, koha do vijë dhe do i tregoj këto. Gjysmë të keqe se si shqyrë nuk jam pjesë asaj që mund të isha unë pjesë. Unë i kam pa me dëshëmirësi, që duhet një frymë opozitar, por nuk kam pa Berishë me dëshëmirësi, ti e di shumë mirë. Po e di unë shumë mirë. Romeo, këto përjashtime, ku do të çojnë Partinë Demokratike? Se përjashto andej, përjashto këtej andej. Aty ku është Kelana? Në Lana. Ku e qojnë? Për balja me dhunë, ku e qojnë? Qojnë Lanë? Në Lanë atje. Ma dhe ta thonë sot ata të pësës tonë ne ndërhymë, si ku ndërhymë ata, edhe përcakton ligji që duhet ndërhymë policia. Ne ndërhymë, thonë, ta thonë dhe me kërshilëk. Ja, ta do të mbajnë përgjësi që e lanë 2 orë ca pa ndërhymë. Po, kjo është shmunduri tjetër. Po s'ka problema, këta si ka bërë nëna këta të PD-s, vetëm këta e ka bërë. Romeo, të dy partitë sot, edhe ti e identifikove, në fakt, po dhe unë mendoj njëtin që. Pse janë identifikuar vetëm me individin? Pra, një parti është identifikuar me Ramën, tjetra me Berishën, dhe kush janë poshtë tyre nuk kanë asnjë vlerë. Çfarë po ndodh realisht partitë politike dhe çfarë do të cilë kjo situatë? Jemi të marrë peng nga këta dy persona, me marrëveshje të fsheta, okulte, apo dhe ligjore në parlament. Se demokracia në i vend merr fund, sidomos shtetin ligjore të së drejtës, kur padrejtësia bëhet ligj. Nuk ka padrejtësi më të madhe se kodi zgjedhor. Ai ka prodhuar gjithë. Tani një shqyr që më jep të drejtë dhe drejti klapaj.
disa herë, ma ka thonë këtë, edhe publikisht. Lapa i të dha të drejtë kur la sheshin apo kur ishte në shesh? Edhe në shesh kur ishte. Pra, qëllimi ti kryesor ishte të kishte një kod zgjedhor ku sovraniteti i popullit të pasqyrohej sakt. Këta nuk ka lënë mundësi të kenë të drejtë edhe të drejtë zgjedhje, sidomos brenda partisë tyre. Dhe jo më pastaj shqiptarët. Tu është instancion që nuk mund të vazhdoj gjatë dhe është përtej për ne ka kaluar çmenduri një pjesë popullsisë që ikën, por nuk do të rrimë këtu. Mund të ketë pesë para për të jetuar, por nuk do, se kur del nga guaska e shtëpisë përballet me realitetin. Edhe nuk duan, nuk mund të rrinë më me këta kriminalë, me këto llumë këtu, që mund të jetë edhe drejtor, po mund të jetë drejtor, po e ka kriminalin kuriz, po ky ka kriminalin këtu, po ky deputeti ka kriminalin këtu, po dhe gjyqtari ka kriminal, po dhe polici ka kriminal mbrapa, mbaroi kjo punë. Dorëzim të tillë të shtetit ndor krimit nuk ka ndodhur kurrë. Këtu Berisha është më pak mëkatar se Rama. Sa i bënte ç'bënte me ato dorën që kishte atje në polici dhe që menaxhonte kriminalit. Këta kanë marrë ta në garë kush të marri kriminalit për qafe. E kanë kaluar deri në shpifje këtë punë, është shpifur dhe kjo punë, na u shpifën dhe kriminalit. Se ka dhe ai lezetin e vet aty ku është. Po këtu na u shpifën, domethënë. Dhe kanë instaluar frikë plus shpërblim, ku laç dhe kërbaç. Kjo është tani zakonisht kur është në opozitë, është pak më e lirë opozita. Kur janë në pushtet, nuk kanë kohë të humbin këta me llogje. Drejt kush i pëlqej kryetarit. Njëri më serviri shpifur se tjetri. Çfarë themi më? Çfarë themi? Dhe në momentin që ti as për sy e faqi nuk e mban dot kritikën, ka marrë fund. Ke marrë fund vetë, do marrë fund shumë shpejt forcat jote politike. Këta vazhdojnë dhe na mbajnë peng se ne nuk kemi sistem gjyqësor, që nga gjykatat. Si ka mundësi gjykata kushtetuese lejon të kod zgjedhor që është në kundërshtim edhe me kushtetutën edhe me ligjin për parti politike? Si ka mundësi që në raport me ligjin parti politike këto parti nuk shpallen të jashtëligjshme, kur janë të jashtëligjshme, se funksionon jashtë shtratit demokratik dhe pa demokraci nga poshtë lart, kështu ka ligji. Ligji dhe kushtetuta thotë që them unë. Këto vazhdojnë. Edhe me të tjera. Po marrë që në thelb. Si ka mundësi që drejtësia, këto gjykata dhe gjithë institucionet e tjera nuk e shohin që ne jetojmë me oligopole ose monopole, dhe kosta jone e tesës është artificialisht e fryrë, që nga ushqimet bazë, ke strehimi dhe këtë tjerët, edhe ka një dakordsi dhe nga opozita, se kanë ndarë tregun bashkë. Në mënyrë qartë, domethënë. Edhe protesta në Rjoll tregoi që ka të njëjtën distancë si Berisha ashtu dhe Rama. Kështu që ne jemi pengi i këtij pazari okult dhe për më tepër që nuk ka drejtësi. Dhe pak drejtësi që është nuk funksionon. Ata duhet të fillojnë kryesisht. Funksionojnë kryesisht. Kanë tani në dorë pezullojnë çdo lloj ministri, nuk e pezullojnë. Pse thua janë në ligjshmëri të madhe këta? Të dyja partitë nuk flasin për minimumin etik. Pse nuk flasin? Pse nuk flasin më? Çfarë ka? Po si do pasurohen këta nëse ne nuk varfërohemi? Budallëja ata të hapin orëshin tonë. Qëllimi është që të varfërohen shqiptarët? Ata ka mund të tani duan Shqipërinë pa shqiptarë, bile. Se i kanë mbaruar edhe prallat. Por kur shkurt, kur nuk e turp, gjitha i bën, del prap pushat, edhe njëri dhe tjetër. Edhe pse i ka mbaruar artikulimit të dyve. Se del tani llap para partisë tënde 5 orë, por lërë më të flasin një tjetër. Gjithë partia bashk flet 5 minuta, ti flet 5 orë atje, por nuk ka më kuptim, por ne nuk mendojmë se të kemi super njeriu këtu, ai di vetëm super njeri. Romeo, koncepti që duan fitojnë 61 bashki është legjitime
kam bindjen se din çfarë po ndodh, apo pse duan 61 bashkim fund ditës? Ore, kur s'ka popull këtu, kur s'ka ndërgjegjet shqiptare, kombëtare, që ti vëm një emër, do duan gjithmonë ata. Ata në vend të ishin në pikën që ku të iknin nga drejtësia, janë pikën ku të marrin pushtet. E me atë pushtet, me parat që marrin nga i pushtet, se vetëm para kanë vjedhë, s'kan bërë gjë tjetër. I kemi parë gjithë njerëz atyre, këta mendojnë shu, unë ja them hapën sy, njëri më i dut se tjetri. Keni vjedhë, ja u tregon fytyra juaj e poshtër, gratë tuaj, fëmijët tuaj, kushurinë tuaj, dashnorët tuaj, e ku ta diun çfarë kanë, edhe qenë atyre bashkë. Kanë vjedhë pa fund, po ky popull është i pa dinjitet që të përballet për drejtën e tij. Se ky popull shkon, a mund të ketë njëri sot të përkrajë Ramën ose Berishën? Të bëj një raport, një bilanc, çfarë të mirësh të qiash? Ka sjell njëri dhe tjetri. Ai tjetri do të kishte mbyllur karrierën që në të 97-ën. Ai që do të çonte në Europë me Sudën dhe Xhaferrin. Tani do të çojë me Albanën dhe me Nulin. Ky tjetri ka lënë për te koqës namit. Çfarë është bërë tani në Shqipëri? Sa ke fuqinë e paras? Tregon GDP-n, po kujt e tregon GDP-n? Ato investimet e parave që pastrohen këtu, s'ka krimi, droga. Krim, drog, vrasje bile. Nga fillimi në fund. Edhe ke marrë vetë. Ja ka hap derën vetë. Ke pas qef, magnet për ta thithur vetë. Se ka pasur kompleksin ndaj tyre qelpsirave gjithon vetës të fortë. Ka pas kompleks. Dhe ta tani që s'kan bërë me të popull. Ju duket vetë edhe këtyre të fortë realisht. Kjo mos na provov Zoti me ta, se a kupton ti ku jemi? Këta të fortët që janë kërkim tani, këta që kanë dalë me emra, jo hak kështu, këta presupozohet kishin e murë detonën e më pashëm policisë. Çfarë sigurie kishte këtu? Si siguri. Po çfarë të flasin këta? Këta s'kan punu një ditë më, këta vetëm ligjin e kanë lënë të tillë zhgarabin. Do thuash ti, kur siguron ai parat, atëherë ti nuk je më serbit për bukën e gojës, votosh, se du të dalë ke pjesa pse nuk e miratojnë. Zvoglohen këto malet me para. E dyta, pa para nuk bëtë politikë globale kë. Ka një vend si Shqipëria kaq do bësh politikë globale? Po se kalon do ti. Çfarë është ajo që ti ke kaluar me kaq, ke kaluar kufirin e vendit tonë? Përveç paras. Dhe unë kam bile që duhet janë shumë pasur. Shumë pasur. Romeo. Pse nuk e kanë miratuar këta ligjin për administratën, që duket si e thjeshtë, që unë e përsëri gjithmonë. Edhe kodin e punës. Se ta kanë forcën ke emrimi çemrimi. Dhe ky popull nuk është dinjitoz. Më çemron ti mua me pa drejt, më ke rënë qafti dhe unë s'kam gjykat ku ta gjet drejtën po. Ta jap unë drejtën, ta jap unë xhuvapin atje. Jo po më ka dhënë urdhër i ministri, ikti nga puna. Kam pasur, e kam thonë jo, nuk i largoj me pa drejt. Si që kam thonë jo, ose mbahet i përsipër, përgjësin. S'më duhet marri fund kjo, s'kam që ti bëj më ka dhënë urdhër me teq. Unë dal nga zyra, ikti, çdo ku ti me gjithë ministrin ka dhënë urdhër. Si që kanë, kush janë këta? Se që kanë ministra, kryeministra, kush janë këta mërë? Që ta fshin jetën me gomë. Di një rast, ka thënë për 2 vetë atje, nuk du t'i shof me sy, si shof me sy, mi largon nga puna. E thash, po mirë, thash unë. Këta nuk e morën atë nga penxera ta jetën, thash. Realisht, po të betojmë, kokë të fëmijëve. Si tha ai, nuk i shof me sy dhe të ish nga puna, se nuk, si shof me sy, kam alergji, si shof me sy, dhe i kanë heqë ata. Nga penxera, thash. Edukohen apo nuk edukohen? Ja kështu e këta, se këtu drejtësi s'ka më, unë nuk di çfarë them. Kur s'ka më drejtësi, rim parakalon, si i jeshtë sekretari i Spakut, bërë punën atje, shtrojë punës, se ne
Nuk po mbajmë do të më, në ka vajtë thika në kockë. Romeo, Nuk po mbajmë do të më të Jermal. Es më duen pozat e këti fare dhe qarë do bëj ky e që do bëj ky dhe a ka mi ky Fatmiri këtej apo Fatmiri në ndej. Shko bëj punën. Thirrje kështu të hapur publike. Bëj punën se na plasat. Romeo, Kaq, dallet ju turët Rama. Në vend ta bëjnë ta Rama mos diku të fuzi kokën Rama, ju turët Rama këtyre. Ky është turpër. shko, Romeo, A e ke menu tisha prokuror Spaku, jo më tepër. Çdo pyesas për kryetar, vetëm ligjin atje, do guxonte njëri të më kërcënonte mua. po ti mbajte gjithë të presione kaq vite pa mbështetje të shtetit, jo më Po kur keve këta- shtetin. Po nuk desha më të Jermal, se do kisha mbaruar shumë punë tjera. Nuk desha më, ky i pari, ky më i gjati dhe më i pari. Ky. Me gjithë to rëmpythet që janë nga mbrapa. Po qa fituan? Fu fari bëjt pyetjen, qa fituan? Se mendoj se ka fituar, po s'ka fituar gjë. Ore, nuk kalohet me pazaret, se nuk kalohet do të kjo punë, nuk kalohet kjo, nuk është pazari, nuk e çon dot. E unë i shoh kështu këta. Dhe gjithë ta që bëjnë sikur do rinë kështu. Ore, nuk ka këtu brenda vitit do ketë përmbysje politike. Do e kapi 2027-ën? Mos kap as data 27, as njëri as tjetri. Inshallah nuk e kapin. Një pyetje, Jo 2027. Unë mendoj që këtu ka një lojë. O do hynë zgjedhje kështu siç janë prap, të dy palët, të rregullojmë pak raportin, ta uli ky pak fitimi, ky të arrisje tjetri, ose me qeveri teknike, po tjetë realisht teknike. Jo produkti kompromisit të dy faqezive të Shqipërisë. Romeo, Kjo e para favorizon të dy këta. E dyta mund të japi sinjalet më të sigurta për mbylljen e kësaj epoke kriminale e për fillu një qeverisje më njerëzore për shqiptarët. Romeo, edhe një pyetje të fundit. Kemi parë në media që një prej drejtuesve të një televizioni, djalish kryeministit Meksi, është herë e dytë që denoncon polici dhe policia nuk reagon sipas zotit Meksi. Dhe ai ka thënë që kanë ardhur, nuk janë marrë as kamerat, po vinë mes ditës, kërcënojnë. Çfarë po ndodh realisht? Kjo nuk ka lidhje me emrin e zotit Meksi, por qoftë edhe një qytetar, pavarësisht kush mund të jetë, qoftë se të shkon troket në polici, policia çfarë i friksohet kaq shumë? Tani, unë po përgjigjem. Kur kam qenë në parti, kam njohur baban e tij. Më pas kam njohur nënën e tij, pas ka qenë fëmijë kur kam njohur. Do të thonë, edhe më vjen keq që përballet me këtë situatë, me shantazh, me intriga, po që për mua shtrihen për te personi i tij, besoj dhe kam perceptim, mos qofsh e gabuar, që ka të bëjë me biznesin e tij dhe me televizionin e tij. Ai ka 3 biznese me të cilët Po, është jemi të njohur. konsoliduar. Po. Në media, e ka ngritur kohë të fundit, domethënë e ka forcuar, dhe realisht unë kam bajt disa herë, ka një, si që jemi këtu bashkë, ka një lishmëri. E din se kush je, e din çfarë do thuash dhe nuk ka kështu kufizime porosira. Dhe përgjithsisht më shumë ka ndodhur, nuk ka kërkuar njëri, s'ka dhënë njëri porosi. Lojat e fatit, për cilët janë bërë disa rregullime ligjore para një jave, edhe ka qenë pjesa e IT-s, akshit të këtyre tjerave. Pra, unë mendoj që ka një intrigë, ka një rrezik real ndaj tij. Dhe për këtë, dhe që u bë dhe ka që madhe, besoj se do të reagoj policia, në mos ka reaguar sot. Sot janë prononcuar bile tek MCN-ja për të punë. Ai duhet marrë në mbrojtje fillimisht e duhet marrë seriozisht. Tani, nëse nuk e bëjnë, tregojnë që s'po them që janë përfshirë, po kanë frikë. Dhe nëse kanë frikë, tikin. Ata policë janë, tikin. Ne nuk mund vazhdojmë kështu tani,
po iki po marrë plaçka unë, se po më rref ti. S'po kërkoj të drejtën që kam mu si person, ose drejtën e shqiptarëve, drejtën e Zotit, se unë s'kam folë për vetën time me ja. Do ta mbyll gojën tani se si pëlqen dikujt. Inshallah plas ai atje. Qoftë kryeministër, qoftë edhe kriminal atje, kryeministër që banda vet. Mos më intereson fare. Momenti do mbyll gojën, bëva ki ka mbyllur syt përpara se të mbyll gojën për drejtën time. Dhe këtë pikë unë mbaj një standard, domethënë. Për kraje, për fjalën e lirë, për kraje, për të drejtat që mund të ketë ai në bizneset ku janë dhe për cilët po përdoret një shantazh edhe me njerëz që ti e rahat biznesin tonë, se jeni ke personel të vogël. Pa i ka dhe personel të madh. Besoj spionazhet e intrigës shqiptare, domethënë është ne më të fort kemi spionazhet private këtu se sa vinë vetiu. Se sa shikun e shishin që ka marrë lumi me kohë. Kështu që unë mendoj që është një rast i rëndë. Dhe ti bën mirë si gazetar që ja prek, pavarësisht nga ana njerëzore të tisësh. Pavarësisht që mund të keni diferenca në pikpamje etj, po kam parë që edhe gazetarë tjerë janë solidarizuar. Bile për çudi gazetarë që edhe nuk komunikojnë me Endrin. Pra rasti është i rëndë. Edhe Qipa u solidarizua sot. Edhe unë si zë publik. Po jo më e morë edhe licencën, po ka vjeta licenca. Tjetër punë që nuk është po mirë, dakord. Po që jo rastisht unë me ato shokët e mi kemi krijuar një media që në të njëshin që ishte shumë e suksesshëm. Dakord jam se unë e di sa. Për cilën kam pas dhe përplasjen e parë me Berishën. Aty nisi, që aty. Po te liria e fjalës se ka gjithë problemin. Dhe ka qenë rasti se nuk e kam hap atë media atëre duke marrë një intervistë tek Berisha, e lam do marrim tek një profile të tjera, mundësisht mos kanë qenë komunist, edhe po të ishin intelektual, dhe artikullin e parë ja kemi marrë, intervistën e parë kemi marrë Aleksandër Meksit, me që u përmend këtu. Romeo, të ishte më i shtruar, më i komunikueshëm me ne dhe më i respektueshëm. Të falenderoj shumë për kohën tuaj. Unë të falenderoj si gjithmonë. Kënaqësi. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndiqni live këtu në Antena Televizion e emisionin Sinjal, mos harroni subscribe dhe mos harroni të regjistroni kanalin ton, dhe nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe natën e mirë.